Pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Loredana Brati ka folur për herë të parë rreth situatës së ndërlikuar me Jozin dhe ndjenjave që vazhdon të ketë për të. E ftuar në një emision, Loredana rrëfeu përballjen emocionale që përjetoi pas incidentit të bujshëm mes Jozit dhe Gjestit, duke theksuar se sjellja e Jozit atë natë nuk ishte reflektimi i tij si person. Jozi nuk ishte mirë, ishte shumë i ngarkuar emocionalisht. Më tha, më vjen keq dhe më kërkoi të shkoja në studio. E kuptova që nuk ishte vetvetja, tha ajo duke shtuar se skena që pa, veçanërisht momenti me Gjestin e kishte tronditur. Ndodhi lidhja me Jozin, prap më ka thënë shumë emocione, banorët e tjerë nuk i kanë ndier ato që kam ndier unë. Nuk e prisja dot me thik, nuk dija ku të futesha, unë e shikoja atë njeri në sy dhe më jepte emocion. Më trembi koka e Gjestit dhe normale skena ishte shumë e fortë. Jozi erdhi tek mua dhe më tha, shko në studio. Më tha më vjen keq, por ai nuk ishte mirë, ishte mjaft i ngarkuar. Unë sa të kem ndjenja, s'do ta heq. Unë edhe kur isha aty brenda dhe Jozi ishte me një gocë tjetër e mbajta, deklaroi Loredana. Gjithashtu ajo deklaroi se personi i parë që ka kontaktuar pas daljes ka qenë Gerta Gixhari. Gerta është një pjesë zemre për mua, më ka shoqëruar në çdo moment të mirë apo të keq dhe e ka bërë me shpirt të bardhë, u shpreh Loredana me emocion. Ajo vlerësoi Gertën jo vetëm për mbështetjen, por edhe për kritikat që i ka dhënë në momentet e duhura. Kur ka qenë kora kritikës e ka bërë, si lojtare, si kundërstare dhe si shoqe, kam nevojë për njerëz që më kritikojnë me dashuri, deklaroi ajo. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.